vjen ndarja e shumë përfolur mes Eglit dhe Gjestit. Formalisht, ai është shpallur fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, ajo finalistja. Të dy dolën nga shtëpia gjysmë të dashuruar, me një lidhje që dukej se do t'i rezistonte kohës, të paktën derisa fama e spektaklit të fillonte të zbehej. Por ndryshe mendon Gjesti. Si shumë herë më parë, një gjë thot, një tjetër bën. Edhe pse publiku priste që kjo dashuri televizive të zgjaste, realiteti duket ndryshe. Shenjat e para të një krisie u panë së fundmi, kur Egli hoqi nga lista e ndjekësve motrën e Gjestit, Blerinën, një veprim që ngjalli reagime të shumta në rrjet, pavarësisht se Blerina asnjëherë nuk e kishte ndjekur atë. Ky veprim i papritur hodhi benzin mbi zjarrin e dyshimeve që kishin nisur prej kohësh, a është marrëdhënia e tyre reale apo vetëm një lojë për famë? Në festën e organizuar nga produksioni, Egli dhe Gjesti u shfaqën më të buzëqeshur se kurrë më parë. Por burimet e afërta tregojnë se gjithçka ka qenë një skenari mirëkuruar, një lojë që për momentin i duhet të dyve. Sepse në këtë lojë fitohet shumë. Dhe historia ka treguar raste të ngjashme, Bora dhe Donaldi në edicionin e parë të Big Brother VIP Albania 1, që edhe kur s'flisnin me njëri tjetrin, prapë sillnin audiencë dhe interesim të madh. E njëjta formulë, po ndodhe edhe me Gjestin dhe Eglin. Në darkë përqafoheshin në shtrat, në mëngjes shihej dot njëri tjetrin në sy. Kontrasti ishte kaq i dukshëm, saqë edhe publiku më i pafajshëm nisi të dyshonte, mos vallë gjithçka është teatër? Dhe tani, me veprimin e Eglit ndaj Blerinës, ky teatër duket se po shkon drejt aktit të fundit. Por, edhe nëse është vetëm një lojë, një gjë është e sigurt, të dy janë fitues. Sepse në këtë botë ku fama vlen më shumë se ndjenja, çdo mundësi duhet shfrytëzuar. Dhe ndonjëherë, ky shans vjen vetëm një herë në jetë. Edhe pse ne nuk e përkrajmë këtë sjellje, realiteti po na tregon të kundërtën e asaj që shumica e fansave duan, dhe ajo është një dashuri dhe një lidhje ndërmjet fenomenit të Big Brother VIP 4 dhe Egli Tako, por ja që e gjithë kjo po shkon në një drejtim të kundërt, edhe pse ne i urojmë që lidhja e tyre të jetë sa më reale dhe sa më e gjatë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!